Shikoni këtë pemë dafine. Ja prejnë trungun e vjetër. Por më pas, kjo u ripërtri, u rigjallërua, edhe në shumë degë të tjera, po aq të shëndetshme, të drejta, dhe me shumë bollëk. Kështu jemi edhe ne. Kështu funksionojmë edhe ne. Të largohemi nga gjërat e vjetra, të padobishme, që tani më nuk na shërbejnë. Dhe vetë natyra, vetë sistemi i jetës do ta ripërtri, rigjallëroj jetën tonë. Ne nuk humbim asgjë nëse shkëputemi nga e kaluara, sepse kjo pemë po na mëson. Kjo pemë po na thot të vërtetën. Ju vetëm se do t'ju vinë ide të reja, bekime të reja, mrekulli të reja. Ju vërtet do të rizgjoni diçka brenda jush dhe nuk do ta njihni veten, do të befasoheni nga ide të reja që do t'ju vinë, nga frymëzimet që do t'ju vinë. Vetëm duhet ta prejmë të kaluarën, të shkëputemi, ta lëshojmë të kaluarën, që nuk na shërben më. Me falenderim dhe mirënjohje që na sjelli këtu ku sot jemi. Faleminderit o Zot, që na jep kaq shumë shenja, kaq shumë gjëra, kaq shumë mirësi në jetën tonë. Asnjëherë nuk jemi vetëm. Faleminderit o Zot. Faleminderit.